A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin e Madhreshëm, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë këtë udhë të bekuar. Na bëf Zoti dhe neve prej tyre, amin, xhmain, salihin, sidikin, ulaika rafika. Kësaj radhe do të flasim mbi surën El-Beled, e cila është një ndër suret e zbritura në Mekë, pas surës Kaf, ajete gjithsej 20 i ka. Pra, kjo surë që ka për qëllim përforcimin e besimit në përgjithësi dhe përqendrohet më tepër në besim ndaj përgjithësisë para Allahut të Madhërisëm. Pra, fillon kësaj Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadha al-balad wa anta hillu bihadha al-balad wa walidin wa ma walad. Betohem në këtë qytet, e tije që gjendesh në këtë qytet, betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. O walidi o ma walad. Pra, betohet Allahu në këtë qytet, qyteti i madh, qyteti ku gjendet një shtëpi e bekuar si është Qabja, që është fjala për Mekën. Ai vend i bekuar ku pejgamberi i dashur Muhammed alayhi salatu wasalam e rriti shtatin dhe u mësoi njerëzimit ato çka Zoti ja shpalli, Islamin e bukur. Ai vend i bekuar ku Muhammedi në Mekë lindi dhe të vërtetën e predikoi dhe u mësoi tjerëve dhe kështu shpërtheu kjo e vërtet në gjitha kontinentet e u shpërnda ky mesazh i diturisë, i drejtësisë. Ky mesazh i Kuranit që ne mundohemi vazhdimisht ta përcjellim tek njerëzit në përgjithësi. Ky Resulun Nabi, i cili erdhi me hakin, me të vërtetën, u mësoi njerëzve të vërtetën dhe vazhduan me gjenerata të tëra ta mësojnë këtë vërtetë. Sigurisht ka të bëjë një qytet se sa ka njerëz të ngritur ai qytet, ai vend. Dhe ka të bëjë ky qytet shumë për shkak se në këtë qytet, këtë vend e prekin këmbët e pejgamberëve të Zotit. E preku këmba Ibrahimit alayhis salam, Ismailit, Ishakut. Ishte vend do të thotë që vazhdimisht ishte promotor i mirësisë, i drejtësisë, i namazit, i faljes, amnistisë. Ishte vend që do të thotë asnjëherë nuk ju nënshtrua paganizmit. Edhe pse në një periudhë caktuar paganizmi gjeti vend aty, Allahu e dërgoi krijesën më të nderuar që ishte Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe u largoi gjithë ato puta, gjithë ata idhuj dhe statuja që i adhuronin dhe i kishin bën Zotin e rujt Zota, i largoi nga ky qytet i bekuar dhe sigurisht pra pasi u larguan gjitha këto, do të thotë statuja dhe puta, erdhi e vërteta dhe dominoi dhe i ndriçoi mbar njerëzimin nga aty si një do të thotë omfallos ose si një kërthizë mbar dunjës së botës, shpërtheu kjo e vërtet nëpër kontinente të ndryshme dhe njerëzit e pranuan besimin dhe nga të qenurit të kafshëruar dhe të kaluarit në nivelin edhe më keq se kafsha, ata u ndriçuan, u qytetnuan dhe u arsimuan dhe u edukuan. Prandaj edhe Islami thret në arsim dhe edukim. Prandaj Islami thret në qytetnim. Prandaj edhe kjo sure, pra që është surja e Beledit, pra qytetit, flet për qytetarinë, të qenurit një qytetar fisnik, të qenurit një qytetar i edukuar, bukdhënës, bamirës, ndërtues, zhvillues, arsimues, të qenurit shkencëtar, të ndriçojë mendjet e njerëzve. Mos t'i lëm njerëzit në mjerim, pa lexim, pa dituri. Dhe e tije që gjendesh në këtë qytet, po i thotë Resulit ton, Allahu i Madhreshëm po ja bën me dije të dërgumit ton dhe mbar njerëzimit po ja bën me dije si shkojnë e vizitojnë atë vend bekum, Mekën, që në atë qytet nuk shkohet me, si thonë të na, me hongër ëmbëlsina ose hallve, po shkohet me bën tavaf
e me meditu, e me arsyetu pse njeriu është kriju, cili është qëllimi i ardhjes tij në këtë botë, çfarë planesh ka njeriu për jetën e tij, në përgjithësi për jetën e tij, por edhe plani për jetët tona dhe për ndërtimin e këtij hologrami ose për dizajnimin e këtyre notave në pentagram, se si këto nota janë të dizajnuara, se si këto nota e luajnë shumë mirë pra rregullin e tyre në univers. Prandaj edhe ti njeri që erdhe në këtë qytet, e që gjendesh këtë qytet, për çka erdhe? Shpesh herë Zoti thot Kur'an, ejnë të dhebun, ka jeni të shku, cili është drejtimi dhe destination, pra destinacioni juaj, cili është? Me e lanë popullin mirim, me e lanë fshatin pa rrugë, pa ndryshim, me e lanë qytetin pa rrugë, pa ndryshim, me e lanë pa arsim, me e lanë pa bibliotekë. Ka qytete për shembull, qytet i tërë, me banor, nuk ka bibliotekë. Nuk ka vende të, do thot vende ku shtuhen diskurset ose debatimet rreth shkencës dhe dijes. Atëherë presim progres. Kur dihet se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i merrte afër vetes Hasan ibn Thabitin e shumë tekstshkruese, dietarë, shkrimtar, të cilët ishin për promovimin e dijes dhe librit, i afronte afër vetes dhe kjo ishte mirësia e mirësive. Pastaj vazhdon ajeti i tretë me radhë, thotë, betohem në prindin dhe në atë që lind prej tij. A ka çfarë domethënie e madhe është çështja e prindit? O walidin wa ma walad. Çfarë domethënie e madhe është? Pse? Sepse në momentin që prindi e lind fëmin, prindërit e sjellin këtë botë atë fëmijë, ata ja japin gjën elementare, themelore, thelbësore, edukimin. Një shoqëri pa edukim nuk ka, do të thotë, përparim. Ajo s'mund të funksionojë si shoqëri. Prandaj kur e lind, ai e merr afër vetit, e mëson me u vesh, mu math, mu la, do më thonë duke e la, ai e din që e shtin sistem, do thotë që duhet mu pastruj, thotë, pastaj afron teshat, e mbulon, e rrin kujdestaria, edukimi, e mëson me shpreh, mos me prek, do të thotë nxehtë ftoft, mos me kalu në vende të rrezikshme, i thotë to tak nalo, shko që tu, hin djath, majt, pra i e orienton, i jep drejtim me lejen e Zotit Madhënishëm. Dhe ky prind që kujdeset për këtë foshnjë, e kjo foshnjë një ditë bëhet një burr i madh ose një grua, edhe në fund sa ai e respekton prindin. A më shumë e respekton rrjetet sociale apo i respekton prindrit? A më shumë e respekton, a më shumë don kohë për telefonin apo për nënën dhe babain, ose për shkollën dhe librin? Isha gjithë ditën telefon rrin. Ka rrezik truni me usmu, edhe shkon drejt smundit, sepse shkencëtarët e sotëm kanë thënë se nëse ne vazhdimisht rrim me kokë në telefon, krijohet edhe ajo, do të thotë kurrizi, po edhe qafa, pjesa që mund të krijojë shtrembrime, por edhe shkatërrohet edhe retina e syrit, por edhe dobësohen rruzat e kuqe të gjakut që janë rrezikshmëri e lartë për shëndetin e fëmijëve tanë. Dhe shumica e fëmijëve të vegjël që përdorin telefona qysh të vegjël, ata ngelen mrapa me çështjen e të folurit dhe të komunikuarit, sepse mbyllen në botën e smartphone-it ose tabletit ose laptopit. Kështu që ata kërkojnë komunikim me prindërit, komunikim me bashkëmoshatarët e tyre. Prandaj, ky prind që e solli këtë foshnjë e lindi, u mundu me eduku vazhdimisht, me ia dhënë edukatën e duhur. Dhe laqad khalaqna al-insana fi kabad. Vërtet thot ne e krijum njeriu në vështirësitë një pasnjëshme. Pra, shikoni sa vështirësi ka deri te krijimtaria e njeriu, deri te ardha e tij, deri te ngritja e tij dhe rënja dhe ndrimi i jetës dhe kalimi në amshim dhe në takim me Allahun e Madhërisëm. Krijoi pra njeriu, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Pra krijoi njeriu pra
e krijon njeriu në etapë pas etape, pjesë pas pjese, copës pas copëse, e boni pra këtë njeri, e zhvilloj, i dha shpirtin, erdhën këtë botë, siguria, e shumë gjona tjera që na runi i madhi Allah. E runë këtë fushnjë të vogël, mos mu dëmtu, mos me thuj kryet në iku. Pra, e merë në mbrojtjen e ti, Allah i madhnishëm, i qënë me lajqet mbrojtse, elhamdulillah, ja Rab, të falenderojmë o Zoti jonë. Dhe, këto vështirësit mëdhaja ne i shojmë në etapat e krijimit njeriut, sepse njeriu është një krijes shumë sensibile, e ndjeshme. Prandaj njeriu edhe kur fillon mu pjek dhe me hyn fazën e pubertetit, është ajo faza, për shembull, para pjekurisë dhe gjatë pjekurisë, është faza e adoleshencës. Është një rrezikshmëri edhe kjo një pjesë shumë e rrezikshme. Kur është fëmijë bebe, po kur hyn në fazën e adoleshencës, edhe këtu ka rrezikshmëri të lartë, tension të lartë, për shkak se duhet me pas shumë takt prindi me fëmin. Domethënë duhet me ditë se si ai mu bë si një lloj bashkëmoshatori i tij dhe më jashtin qef librin, dijen, kulturën, shkencën e kështu me radhë. Pra, më jashtin qef deri të pjeket dhe të fillon ta kupton rëndësinë e të pasurit zanat, rëndësinë e të qenurit i ditur, rëndësinë e dijes, rëndësinë e lapsit, rëndësinë e shkrimit, rëndësinë e librit. Dhe ai kur fillon me i kuptu këto gjana, pra e kupton se çfarë rëndësie të madhe ka pra njeriu në ardhin e këtij njeriu pra në këtë botë. Dhe e kupton se ka pas vështirësi nona, qysh e ka prun këtë botë, ka pas vështirësi kur ti është qelmoje në barkun e saj, ajo dhe haje nga kalciumi i shpinës kurrizore të saj, nga pjesët e dhëmbëzve të saj, e shpesh herë ne kemi vrejt për shembull disa nënave tona që ju kanë asi dhamt, ju kanë dëmsu për shkak se fushnja kur ka qenë do thot ka thith nga kalciumi i saj dhe ajo ka dhënë nga trupi i saj, ka dhënë për këtë fushnje. Që kjo fushnje mu rritë mu bë dikushi e masnoj me thon baba nëna s'din kur gjë, unë e di gjithçka. Kjo është fatkeqësi e llojit vet. Prandaj ne duhet kemi kujdes se si të sillemi ndaj prindërve. E kjo është për mirësive të Allahut, ai që sillet mirë ndaj prindërve e ka të garantuar bereqetin këtë botë, por edhe xhenetin botën tjetër. Na mundsoft Allahu te bareke ve teala që mi përjetu këto të mira, këto nimete dhe këto begati që Allahu i ka përgatitur për ne. E kulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Takohemi në pjesën e dytë të surës Beled. Dhe atëherë, selamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin e Madhreshëm, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij fisnik Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë të bekuar. Kalojmë në pjesën e dytë të surës Beled, qyteti pra, ku kemi mbetur gjithsesi në ajetin ku Allahu i Madhreshëm thot Bismillahirrahmanirrahim, e yahsabu an lam yarahu ahad. A mendon ai se atë nuk mund ta mposht askush. Pra, shumë diktator, shumë uzurpator kanë menduar që janë pa mposht. Pra, Ebu Xehli ose Ebu Lehebi ose shumë ebuja të tjerë kanë menduar se janë të pa mposhtur. Mirë po kur ka ardhur momenti mi dërzu letrat për këtë botë, e kanë kuptuar se janë qenje në këtë botë, janë qenje kaluse, janë krijesa kaluse, kalimtare. Dhe e kanë kuptuar se edhe ata janë të mposhtur. Ashtu siç e kuptoi edhe faraoni që është i mposhtur. Ashtu siç e kuptoi edhe Nemrudi që mposhtet nga një mizë e vogël, e do të thotë, imagjino, shumë tash e shohim për shembull dikush e ka kriju një sistem shumë të fortë, ata inxhinierat na i shohin për shembull që ka formuar një sistem shumë të sofistikuar dhe një sulm i vogël kibernetik nga X kompani erëzon një sistem aq të sofistikuar e mposht ata. Ose marrim shembull, perandoria bizantine ka qenë një perandori shumë e fuqishme. U mposht
mbi themelet e saj u ndërtu perandoria osmane. Imagjinoni, ose perandoria romake me mijëra vjet sundim. Nga huni Atila, pra kur hyri në Rom, do thot nuk u imagjinoj ke as nuk u paj ke as në përëndra që një barbar fshatar me thyje një perandori ka gjigante. Unë poshtë. Dhe çdo njëri prej nesh vjen momenti që vdekja do na mposhtë edhe ne. Edhe do ta shohim veten para Zotit të rreshtuar një nga një, duke dhënë llogari. Pra, kjo është mirësia e Zotit që ne duhet ta dimë dhe të jemi koshient dhe ta kuptojmë dhe të jemi të ndërgjegjshëm se nuk jemi të pamposhtur. Prandaj asnjë njeri nuk është i pamposhtur. Vazhdon ajeti elem, pra te ajeti që pra siç tha yahsabu an lam yarahu ahad, pra dhe e sheh njeriu pra yakulu ahlakta malan lubada, e thot un kam shpenzuar shumë pasuri. Pra thot un kam shpenzuar shumë pasuri. Për shembull, Karuni mendoi që është i pamposhtur, sepse kishte pasuri shumë të madhe, edhe mendonte se as mësoi, as lutjet, as duat drejtu Allahit azza wa jall, runa zot u bo më perëndin se perëndia. Runa zot. Tha u kom shpenzu pasuri të madhe, unë kom ndërtu këtë kapital, ose ai i banorëve të kopshtit që tha unë kam bë vetë këto, kur erdhi puna u rënu komplet pasunia e tij. Tha unë kom investu, kom bo këtë projekt madhor, mirë po marrë qyqar. Kur t'i dha gjitha këto? A nuk e din se edhe ti një pjesë e kësaj matrice të këtij planetit tokë? Jeni një fazë kalimtare, asgjë më shumë. Andaj duhet të jesh falendërues edhe mirënjohës ndaj të mirave që Zoti t'i ka dhënë. Falam akuna abdan shakura, tha pejgamberi alayhis salam, nuk ju t'jem për robë falendërues kur e pan, ju kishin ai kam të Resulit e ishte lodh, tu lutet, tu bë namaz. Tani ja Resulullah pse pe vështirëson këtë veten, pse pe mundon? Apo unë do t'jem për falendëruesve, tha. Se Zoti më dha shumë begati dhe të mira. Gjeti pa përkrahje, më dha përkrahje. Më gjeti jetim dhe më dha mbrojtje, mbështetje. Pra më dha shumë të mira krijuesi jam dhe jam falendërues elhamdulillahi rabbil alamin. Prandaj kur njeriu mendon se është i pamposhtur, atëherë mposhtet në mënyrë spektakolare. Sepse bashkë atëherë njeriu kur mendon si na e kemi pas të populli përdojshë një shprehje ku njeriu mendon se ka arrit një nivel të pathyeshëm, që atë është më i thyeshëm. Sepse edhe vështirësia, edhe lehtësia janë vëlla e motër. E kemi shpjeguar në ajetet kuranore që kemi shpjeguar në surën Inshirah. Dhe aty kemi treguar se vështirësia dhe lehtësimi dhe vështirësia janë vëlla e motër. Ashtu siç në tregti, zajori dhe kajori janë vëlla e motër. Njeriu kur investon në tregti duhet parashoqë edhe do të ketë edhe humbjen. Ashtu tha pejgamberi jon Muhammed alayhis salatu wassalam. Prandaj një tregtar i mirë duhet të jetë i përgatitur në mejdanin e tregtisë. Sepse mund të firojnë. Edhe mund të ke raste domethënë që ballafaqohesh me sfida. E pikërisht këtu vjen pyetja e imanit, besimi. Që një pikërisht çka simbolizon surja Beled simbolizon besimin, imanin. Sepse hyn te suret Mekase, siç e tham. Edhe pikërisht këtu shihet besimi i njeriu, se sa njeriu lëkundet a ka ndonjë oscilacion ose ndonjë lëkundje në besimin e imanin e tij. Kur ai ndjen veten të sigurt me iman dhe besim te Zoti, Zoti ja jep mundësinë të depërtoj në rrugët e ndryshme të jetës, në shtigjet e ndryshme me shumë sakrifikime dhe valvola të ndryshme të sprovave që jeta shpeshherë din ta godas njeriu. Dhe
Edhe pse ai mendon që ka shpenzu pasuri, thot, unë kam shpenzu, thot, pasuri, kam 10 rejtar. E kam fakultetin ose universitetin më të fortë, ose kam, thot, firmen më të fuqishme 10.000 punëtor. Vjen momenti, presidenti i asaj firme ndron një jetë. Ata do në mushky me zveti i cili pe merr pushtetin. Prandaj njeriu duhet të edukoj edhe ta frymëzoj atë firmë që ka, ata njerëz që ka rreth vetë që të jenë imanlit, jenë besimtar, dhe të kenë razillek e harmoni mes njëri tjetrit, që edhe pas jetës tij, siç ndroi jetë pejgamberi alayhis salatu wassalam, pas jetës tij do thotë ja u la khilafetin, ja u la khulefai rashidinve, e ata burra e morën flamurin e drejtësisë, e hecën përpara me moral dhe nder e dinitet. Duke e falendëruar Allahun xhaleshanuhu edhe duke i shprehur mirënjohje atij, këta burra fisnik nuk u ndalën ditën dhe natën, me besimin e tyre e çlirun Mekën dhe hyn triumfator, dhe kur hyn në Mekë, pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha atyre të gjithëve, jeni të falur. Jeni të falur. Pra i amnistoi kundërshtarët e tij. Ata që i kishin shkelur, i kishin rrahur me kërbaç, e i kishin konditur me kamxhik, ata të cilët ja u kishin përdhos moralin e tyre, ja u kishin fyr çdo dinjitet dhe çdo vlerë, ata mushrikët me kaspra i kishin përzon edhe nga shtëpitë e tyre dhe disa prej tyre edhe i kishin masakruar, disa i kishin futur në sharr, e në gropa, në hekur të skuqur, e kështu me radhë, kur u kthy Resulullah sallallahu alaihi wasallam tha, unë tha nuk jam resuli i hakmarrjes. Nuk jam hakmarrës, tha jeni të falur. Dhe falja e tij bani që ata njerëz ta kuptojnë, shumë prej tyre ta kuptojnë që kishin qenë të pa ndërgjegjshëm dhe se kishin kuptuar rëndësinë e islamit dhe të qenurit musliman, të qenurit besimtar mbi gjitha. Sepse fjala besimtar është fjalë gjigante, është fjalë madhore. Dhe sigurisht pra, këta shefa, këta cuba, këta burrat mëdhaj si mendojnë që janë pamposhtur, si për shembull Ebu Sufjani mendoi që ishte i pamposhtur në përshpërimin dhe në mimikën dhe në kordat e tij zanore me gjoksin e tij plot emocion, tha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Ebu Sufjani që mendoi se ishte i pamposhtur dhe kishte shpenzuar pasuritë mëdha për fortifikimin e bizneseve të tij dhe kompanive të tij në Mekë, Medinë, deri në Shamin e largëm, pranoi Islamin. Dhe kjo kalo atij që u duk e pamposhtur në poshtë me mirësinë e Allahit dhe hyni drita e Islamit në shpirtin dhe zemrën e tij. La ilaha illallah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Takohemi në pjesën e tretë të surës Beled, duke falendëruar Allahun e Madhërisëm, dhe atëherë lutje dhe dua për ju.